të mbështes, të respektojnë radhë parë, plotësisht këtë protestë të cilën nuk e kishte thirrur ajo, por ta mbështes atë fuqimisht, sepse kauza e saj ishte një kauzë e drejtë. Ishte një kauzë e drejtë për arsye se veprimet ishin veprime tipike të një regjimi autokratik, të një regjimi pa legjitimitet, regjim që nuk ka dalë nga vota e lirë dhe është meritën më të madhe të kësaj partie e cila arriti në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar të vërtetoj se zgjedhjet si të 14 majit, zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit ishin farsa elektorale. U zhvilluan siç përshkruajnë tashmë raportet ndërkombëtare në kushtet e partisë shtet. Zgjedhje në kushtet partisë shtet janë zgjedhjet e regjimeve totalitare. Ky nuk është një regjim totalitar, por ky është një regjim që shtyp pluralizmin, përdor institucionet për shtypin e pluralizmit, dhe ky është dallimi midis diktaturës totalitare dhe diktaturës autoritare. Për të fituar zgjedhjet e Edi Rama, një lloj si Zajedi i Tunizisë arrestoi 2 liderët e partive kryesore opozitare dhe tretin e vuri në ndjekje penale në vitin elektoral.